ambientet e teatrit, të operas dhe baletit, aty ku siç e shikoni në këtë pamje, po për cilët në banesën e fundit ikona e kinematografisë shqiptare Margarita Xhepa kanë përfunduar omazhet, të cilat nisën sot në orën 10 dhe siç ishte parashikuar në agjendë do të mbylleshin në orën 13. Shohim pra që trupi i saj shoqërohet nga muzika funebre dhe dy djemtë e saj që qëndrojnë menjëherë pas arkmortit, aktori i njohur Ndriçim Xhepa, i cili pati dhe një reagim për mediat pak minuta më parë. Duar trokitja dhe lulet e fundit për aktoren e madhe Margarita Xhepa, e cila u nda nga jeta dje në moshën 91 vjeçare. Djali i saj Ndriçim Xhepa tha se ajo pati një cikël normal, pavarësisht problemeve të fundit, të muajve të fundit që kishte me shëndetin, veçanërisht me mushkëritë, dhe foli për pasionin e saj të madh që duke e krahasuar me veten tha që e kishte shumë më të madhe energjinë dhe dashurinë për skenën, për filmin, për teatrin. Madje edhe në momente delikate, sipas tij, Margarita Xhepa do të kishte dashur të bënte një film të fundit, por jo teatr, sepse teatri kërkon një qëndrim në këmbë dhe të tjera energji. Por nuk kanë munguar dhe reagimet nga miqt, kolegët e saj, aktorë të njohur të kinematografisë shqiptare, siç është Timo Floko apo edhe Luiza Gjuvani. Kanë qenë të pranishëm personalitetet politikës, artit dhe kulturës, sot që pra orës 10 të mëngjesit deri në orën 13 për t'i shprehur ndërimet e fundit ikonës së kinematografisë shqiptare Margarita Xhepa, ndërsa ky është momenti kur trupi i saj vendoset në automjetin i cili do ta shoqërojë për në banesën e fundit. Rolet e saj më të spikatur në karrierën që ka zgjatur 7 dekada, me mbi 180 role në filma dhe në teatr, Margarita Xhepa do të mbahet më gjatë në memorien e shqiptarëve për filmat si Dimri i fundit, Koncert në vitin 36, Apassionata, General Gramafoni e të tjerë. Është nderuar sigurisht edhe me shumë çmime në karrierën e saj, si ai i 2007-s, ku ju dha çmimi i karrierës për rolin e Nadjeshnës në monodramën Kënga e Mjelmës së Çehovit, por gjithashtu i është akorduar dhe titulli Artiste e Popullit. Shohim që ka një prezencë të madhe, jo vetëm të personaliteteve të artit, kulturës dhe politikës, por sot, siç edhe i biri i saj, Ndriçim Xhepa tha, e gjithë puna, përkushtimi, pasioni për punën e saj u shpërblye pikërisht duke parë se qytetarë të shumt kanë qenë sot në ambientet e teatrit dhe operas dhe baletit për t'i dhënë asaj lamtumirën e fundit, dhe ky është çmimi më i madh që asaj do t'i akordohej për të gjithë atë pasion dhe punë palodhur që ka pasur si kontribut për artin dhe kulturën shqiptare. I pranishëm sot në omazhe ishte edhe kryetari i opozitës Ali Berisha, i cili falenderoi dhe shprehu nderimin e tij për kontributin e saj në filmin shqiptar, por edhe në teatrin shqiptar. Por gjithashtu një reagim e pati dje me njerë pas lajmit për ndarjen e saj nga jeta dhe kryeministri Edi Rama, i cili ka publikuar disa nga fotot e filmave më ikonë të Margarita Xhepës me mbi titullin Lamtumir Yll.